Përshëndetje miq. Jeta është si një parad mode që zgjat në përjetësi. Kështu që gjithçka thoni e mendoni ndikon në destinacionin tuaj. Por gruaja në historinë tonë jetonte sikur të mos kishte të nesërme. Edhe sikur ta kishte, ajo nuk dëshironte të ishte pjesë e saj. Sjellja e saj vetëshkatruese ishte e shtyr nga zemrimi dhe ndjesia se ishte e pavlerë. Por e gjitha kjo ndryshoi kur zemra, mendja dhe jeta e saj u bën të lirë nga prangat. Të ndajmë lajmin e mirë që ndryshon jetë, po ndihni të lirë nga prangat, jetë të vërteta njerëzore që vijnë nga të gjitha anët, dramatizuar dhe prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe sjell në gjuhën shqipe nga Radio 7. Tani për transmetim në gjuhën shqipe programi numër 15 i serisë Të lirë nga prangat, program që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Shelly, të urrejnën! Si pas teje pse janë të qoroditur vëllezrit e mi? A e di pse nuk dëgjoj as edhe një fjalë nga ato që më thua ti? A e di pse nuk dua t'ja di më se çfarë ndodh me ne të gjithë? Sepse ti mendove vetëm për vete dhe pra të maskarajnë me të cilin u martove. Më vjen të vras. Vazhdo, qaj. Dhuna për shkak të alkoolit e grabiti gruan në historinë tonë. Ajo i mori babain, që vdiq ndërsa grindej në banjo kur ajo ishte vetëm 2 vjeç. Një pedofile grabiti duke i marrë pafajësinë kur ishte vetëm 4 vjeç, ndërsa mashtrimi pothuajse i mori gjithë jetën nga i moment të tutje. Bibla thot: vjedhësi vjen vetëm për të vjedhur, vrarë dhe për të shkatruar. Por Shelly Demos qëndron fitimtare sot për një arsye, që ajo dëshiron të na e tregojë në këtë dramë me 2 pjesë. Për shkak të temave të vështira të trajtuara në këtë histori, në Të lirë nga prangat, sugjerohet kontroll prindëror për fëmijët e vegjël. Por çfarë duhet të ndodhte që kjo jetë të kursej? Do ta mësoni këtë pas pak në Të lirë nga prangat. Vazhdoni të na ndiqni. Në faktu në doja në nëntime. Ajo punonte shumë të na ushqente dhe të na vishte, pasi baba i vdiq. Por urrejtja më kish pushtuar kur në shtyva tek dollapi atë ditë. Isha 15 vjeçe, akoma në liri me kusht, sepse kisha marrë pa leje makinën në nënësime dhe nuk i kisha ndaluar policisë. Në atë kohë ajo ishte divorcuar me burrin e saj të dytë, i cili kisha abuzuar me mua. Por dëmi tashmë ishte bërë. 2 vëllezërit e mi dhe unë ishim të gjithë rebelues, pinim alkool dhe drogë, duke jetuar kështu pa drejtim dhe pa qëllim. Dil nga frigoriferi Jeff, ajo është për darkë. kam uri. Gjeti çka tjetër për të ngrënë? Mos do të bërë si Bill dhe ti vësh emrin gjërave në frigorifer që ne mos i ham? Mos ma përmend kurrë atë emër. Mendoja se nëna nuk do të ndahej kurrë nga ai. Tani do t'ishte mirë të ishtim qafe ty. Sa i poshtër që ishte. Të thash të mos më flasësh më për të, kjo më të rëbon. Se ti aty afër tërbimit je. Ik zhduku. Më jep prap drogë dhe unë do të zhdukem. Jo, dhe mos i prek gjërat e mia. Më parë kisha provuar të ndiqja mësimet e Biblës, por hidhërimi dhe zemërimi në zemrën time largonin çdo arsyetim të mirë. Pasi ngela 2 herë në klasën e 7 e lash fare shkollën në klasën e 8. Për disa muaj, u lidha me një burr 13 vjet më të madh se unë, por ai ishte shumë abuzues. Kështu që unë ndava nga ai dhe fillova të dilje me një burr tjetër, 10 vjet më të madh se unë. Të ka lënë mendje? Nuk të lë të jetosh me atë burr. Ai ishte tepër i madh për ty. Ti nuk më the asnjë gjë kur dilje me Ben. Po këtu ndryshon puna. Vajza ime nuk do të shkojë të jetojë me një burr pa u martuar më parë. Po unë jam 17 vjeç. Nuk do të jetoni bashkë dhe pik. Ti do vetëm që unë të rritu dhe të bëhem shërbysja jote.
Po e di çfarë? Nuk kam ndërmend të dëgjoj ty. Ai ka një shtëpi dhe unë do të shkoj të jetoj atje. Po ti je akoma në liri me kusht, të kujtohet? Do të bësh atë çfarë të them unë, edhe pik. Këtë do ta shohim. Oficeri i lirimit me kusht ra dakord që të jetoja me të dashurin tim. Kështu që gjita një punë dhe u largova nga alkooli dhe droga, duke munduar të isha një grua shtëpiake për së mbari. Rregullova gjithashtu dhëmbët dhe mësova se si të bëja makjazh dhe të stiloja flokët. I dashuri im pinte alkool dhe ndonjëherë më rrihte. Kështu që kur isha 18 vjeçe dhe në moshën për të shkuar në përbare, fillova të dilja me miqtë mi të vjetër, duke lënë ata në shtëpi. Ndërsa grindet tona përkeqësoheshin, unë shkova të jetoj me miqtë mi dhe shpenzoja gjithë kohën në përbare, duke u veshur gjatë gjithë kohës për të tërhequr vëmendjen e burrave. Nuk të kam parë më parë këtu. Unë këtu jam çdo natë, në kohë me shije po me diell. Qenë ke tipi im. Vetëm je? Jam me një shoqe, po ti? Edhe unë jam me një shoqe. Asgjë serioze. Në fakt ajo ka qef femra. Uf, sa e shpifur. Ti je e vogël apo jo? Jam aq e madhe sa të di se çfarë është e mirë dhe e keqe, por tepër e re për të rezistuar së keqes. Je tepër e bukur për të mos patur të dashur. Ah, kam. Po ndahemi. Grindemi më shumë se ç'duhet. Jeta është tepër e shkurtër për të grindur. Dashuria është e vetmja gjë që vlen. Po vi edhe unë këtu. Ç'kemi? Unë jam Leslie. Leslie, kjo është... Shili, kënaqësi që u takuam. Edi ishte rreth 40 vjeç, sa dy fishi i moshës sime, dhe po divorcoi nga e shoqja kur unë ju ngjita pas. Ai më mbante të furnizuar me alkool ndërsa bënin festa çdo natë të javës, në një klub ku mikja e tij Leslie këndonte. Ajo u miqësua me mua derisa unë arrita të ushqeja ndjenja për të. Vazhdova të dilja me Ed, por kisha një dëshirë të zjarrt të isha me Leslie. Pas një nate, kur ishim të pirë për të festuar divorcin e tij, ne përfunduam tek shtëpia e prindërve të tij në fshat. Ata kishin shkuar me pushime dhe ne ishim të dehur. Do të grindesh, e po ja ku jam. Ti je si ishe dashura ime. Gratë janë të gjitha njësoj. Nuk mund të jem besnike, qoftë edhe për një orë të vetme. E po gjej dikë tjetër që është më e mirë. Unë po iki. Ti nuk do të shkosh as gjekundi. Bëje provë të më ndalosh. Ti nuk do të shkosh as gjekundi, por ndryshe do të qelloj. Ule armën. Çfarë ke kështu? Jam shumë i lodhur nga të tjerë që më lëndojnë gjithmonë. Ti mendon se je i vetmi që të kanë lënduar? Po edhe mua më kanë bërë keq. Më vjen keq, Shelly. Është shumë e vështirë ti besosh dikujt pasi të kanë tradhtuar. Po. Edhe unë nuk i besoj njeriu, njerëzit gjithmonë më zhgënjejnë. Unë do të mbroj, Shelly. Të betohem, do të mbroj. Pirjet e mëdha të alkoolit na bënin të dyve emocional dhe të prirur për të grindur. Për 6 muaj ne ishim së bashku pothuajse çdo natë, edhe pse ai më rrau disa herë. U ktheva të jetoja me nënën, e cila ishte martuar me burrin e saj të katërt, dhe ne merreshim vesh mirë bashk. Një natë, në një parti me të alkoolizuar, unë mora një grusht me ilaçe dhe preva damarët në kyçin e dorës. Njëherë ku më mori me shpejtësi dhe më çoi në spital, ku më shpëtuan jetën. Më pas unë u ktheva në përbare dhe marrëdhënia ime me Leslin arriti kulmin. Vetvrasja nuk është përgjigje, Shelly. Ndonjëherë jeta duket e pavlerë. A u ndave me Ed? Aty afër. Mendoj se ai e di se ç'ndjej për ty. Shelly, ti më pëlqen shumë, por unë nuk jam gati të lidhem përsëri. Kam akoma ndjenja për të dashurën time të fundit. Vazhdon ta duash? Po, shumë. E kuptoj. Por unë prap dua të jem me ty, Leslie. Ti e kaq e ëmbël. Nuk mund të më fajsor sepse jam e ëmbël. Ti nuk e kupton se ku po e fut veten, Shelly. Mendoj se po. Unë dua të jem me ty. Isha kaq e lënduar dhe konfuze, sa që nuk mund të mendoja në mënyrë të kthjellët. Edhe pse ajo nuk dëshironte një marrëdhënie serioze, unë vazhdoja të shkoja në klubin ku ajo këndonte, dhe ne ngasmonim njëra tjetrën duke u takuar rregullisht. E gjithë kjo ishte në ditarin tim që nëna e gjeti dhe e lexoi një ditë. Shelly?
Nuk e besoj dot atë çfarë kam lexuar në ditarin tënd. Je lidhur me një grua? Ti s'ke punë të lexosh ditarin tim. Më thuaj se ndoshta e kam gabim. Faqe pas faqe kam lexuar gjëra që më vjen turp, madje edhe ti mendoj. Po tallesh apo jo? Jo, është e vërtet. Ajo është njëri shumë i ndjeshëm, e mirë, e butë, edhe jo si shumica e burrave që kam njohur. Sa e shpifur, je edhe motra ime. Bën mirë të ndahesh nga ajo ose unë do të mohoj. Nuk dua t'ja di se çfarë thua apo çfarë bën. Unë do të vazhdoj ta takoj. Si mund t'jesh kaq e shpifur? Ti nuk je motra ime, perverse. As mos më fol më kur të më shohësh në rrugë. Duhet të më flasësh ti, hipokrit. Mblidhi gjërat e tua dhe dil jashtë që tani. Me shumë gëzim. Nuk të dua në shtëpinë time kurrë. Nuk dua të kem asnjë lidhje me ty. Unë gjita një apartament dhe Lesti qëndroi me mua për shumicën e kohës. Më vonë, nëna filloi të më kuptoj, edhe pse ajo kurrë nuk e pranoi Leslin. Pirja e alkoolit për mua kishte dalë jashtë kontrollit dhe në moshën 19 vjeçare. U arrestova sepse po ngisja makinën në gjendje të dehur. Sa po dola nga burgu, shkova në klubin ku këndonte Lesli. Duhet kesh qenë me shpejtësi të madhe. Isha me nxitim sepse doja të shija shfaqjen tënde. Vërtet u futën në burg? Ashtu si në për filma. Më desh paguja një job dhe ma morën dhe patentën. Po punë e madhe. Po makinën ku e ke? Shoqja ime Brendi erdhi dhe më mori. Ajo më solli këtu. Mund të përdorësh makinën time për të shkuar në punë, por mos jep makinës kur pi alkool. Dakor, Leslie. Ti pi shumë, Shelly. Ky është një problem i madh. Ishte vërtet se alkooli ishte një problem për mua. Por brenda meje ishte një problem tjetër më i madh, që më bënte të pija më shumë, duke kërkuar lumturinë tek shishet e alkoolit. Unë nuk isha besnike në marrëdhënien tonë dhe shpeshherë isha abuzuese. Një ditë ajo më tha se kishte nevojë për hapësirë dhe u largua. Doja ta lëndoja, po ai sa ajo më kishte lënduar mua. Kështu që u deha shumë duke pirë 5 vodka dhe më pas preva damar të kyçet e duarve. Alo? Brendi, jam Shelly. Hey Shelly, si po e kalon? Jo mirë, më kish nuk bëhet. Shelly, ti je dehur? E çfarë pastaj? Nuk ja vlen ti jetosh. Askush nuk do t'ja di. Njerëzit thonë se të duan, por nuk e kanë me tërmend. Pse nuk shkon të flesh? Nesër do të ndihesh më mirë. Nuk ka të nesërme. Kjo është dita ime e fundit. Të mora për të thënë lam të mirë. Shelly? Shelly! Brendi erdhi tek shtëpia ime dhe më gjeti mbi dysheme dhe thirrri ambulancën. Më mjekuan dhe pastaj më lanë të lirë. Por unë isha e pangosur nga alkooli, duke dështuar në çdo marrëdhënie në jetën time. Jetova me nënën për një farë kohe, por sapo më kthyen patentën, gjita një punë dhe një vend ku mund të jetoja. U ktheva përsëri tek baret dhe në jetën time të zakonshme. U mundova edhe një herë ta vrisja veten duke hapur gazin dhe më pas shkova të flija. O, Perëndi, jam kaq e lodhur me jetën time, nuk dua të jetoj më kështu. Më ndihmo, o Zot, më ndihmo të kuptoj, o Perëndi. Dua të kem një fillim të ri. Më ndihmo të bëj gjëra të mira, o Zot. Leslie u kthye dhe unë mendova se kishim filluar nga e para, kur ne fituam $10,000 nga një bas. Pagova disa fatura dhe dhash një parapagesë për një kamion të ri. Por parat mbaruan bashkë me dashurinë tonë. Gjita një punë të re në spital dhe fillova të pija akoma më shumë. En la discoteca. Shelly, Gjo, mos qaj. Po s'ma merr mendja se gjërat janë kaq keq. Unë dua të vdes. Unë e di se çfarë duhet ty. Ty të duhet vetëm një dashuri e re dhe kaq. Dashuria vërtet nuk ekziston në këtë botë. Hey Sam, ndihmoje pak Shellin të shkoj te kamioni i saj. Shko vë një sy gjumë. Isha vetëm 22 vjeçe
kur ndalova për herë të dytë, sepse po e ngjisja makinën e dehur dhe Leslie nuk më ndihmoi të dilja nga burgu. U ktheva përsëri tek alkooli dhe shkoja në një bar aty afër shtëpisë. Një natë, ndërsa po pija, disa vete nga kisha ime e vjetër më kishin lënë një kaset në kutinë time postare me titull Një fillim i ri. E dëgjova kasetën më vonë dhe qava, por zemra ime nuk ishte ende gati t'i bindej Perëndis. I urreja mëngjeset dhe fillova të pija sa po ngrihesha nga shtrati, whisky, birrë, gjithçka. Por edhe familja ime ishte po aq lëmsh sa çisha edhe unë. Jeff ma mori përsëri makinën, Shelly. A mund të shkosh ta gjesh? Ndoshta ka dhënë me qira për të marrë para për drogë. Nuk e di. Thjesht dua që të ma sjell përsëri që të shkoj në punë mëngjes. Ku ke ndërmend ti flasësh aty? Ai gjithmonë është nën efektin e drogës. I kam provuar të gjitha. Ai nuk më dëgjon. Ai të vjedh ty që të blej drogë. Ky është kulmi. A mund të shkosh ta gjesh? Ti i di vendet ku rri ai, më mirë se sa unë. Nëse e gjej, kam për ta rrahur keq. Vetëm merr makinën, të lutem. Mirë? Nuk munda ta gjej vëllain, kështu që ndalova në barin tim të preferuar dhe piva derisa bari u mbyll. Kur shkova në shtëpi, vllai im kishte shkuar të flinte dhe po dremiste. E të gjithë po pyesnin veten se çfarë duhet të bënin. Ata u larguan për të gjetur makinën, ndërsa unë kisha vendosur të jepja fund dhimbjes që ai po shkaktonte. E mbusha një klluf jastëku me gjëra të rënda. Shkova në dhomën e tij dhe fillova ta godisja në kraharor. Grindja që vijoi më pas ishte të tmerrshme. Do ta kpus qafën. Ti rrugaç, Ha, do më. sa të ngrihem, pastaj do të vras. Të thash do të vrisja. Shelly, çfarë po bën? Ule thikën. Shelly, mjaft. Oh, krau. Do të vdes nga humbja e gjakut. Ah, sa mirë. Eja më merrni, sa po kam tentuar të vras vëllan. Çfarë po ndodh këtu? Nën, Shelly më gjuajti me thik. Më shtylle këtë peshqir rreth kraut shpejt. Dikush të thras ambulancën. E thirron. Ti je shmendur, Shelly. Me të vërtetë që ti je shmendur. Vëllai im nuk ra dakord të më denonconte. Kështu që nuk përfundova në burg. Aty u deshën disa operacione të riparonte dëmin në krah. E megjithatë, asgjë nuk mund të riparonte shpirtin tim. Nuk mund ta përshkruaj sa e trishtuar ndihesha. Të dielën që vijoi, provova për të katërtën herë të vrisja veten me ilaçe dhe drogë. Nëna më shpuri në spital, ku unë luftoja kundër atyre që donin të më shpëtonin jetën. Ndërsa po futesha në spital, vëllai po dilte. U dërgova në spitalin psikiatrik për 5 ditë dhe më pas më liruan me kushte të kurohesha kundër alkoolit. Durova për 3 javë, por nuk mundesha më. Shelly, të kërkoj në telefon. Mua? Kush është? Nuk e di. Alo? Shelly? Çfarë po i bën vetes? Ti e di se ku të çon kjo gjë? Nuk kam guxim të vras veten. Ndaj do të pi derisa të vdes. Edhe një herë bëra vajza më e njohur në profesa që pinte më shumë se kushdo. Fillova të kisha të dridhura kaq të forta sa që nuk mund të mbaja dot as kotën derisa të pija diçka. Më pas u ndalova për herë të tretë, sepse po ngjisja makinën e dehur. Unë dhe vëllai im nuk flisnim kurrë me njëri tjetrin, por nuk e di pse një natë filluam të grindeshim. Unë theva një shishe të trash bire dhe ju drejtova ta godisja. E dija se duhet të kurohesha ose të bëhesha gati të përfundoja në burg. Alo? Shelly, si po shkojnë gjërat? Shumë keq. Brendi, kam goditur përsëri vëllain, kështu që po mundohem po s'pime, po pres të kurohem. Pse nuk vjen me mua në kish? Jo, ka kaluar një kohë shumë e gjatë, Brendi. Ka ndodhur kaq shumë gjëra. Të lutem,
Eja me mua të dielën mbrëma. Perëndia do të ndihmoj me problemet e tua. Nuk ndihem mirë në kish. Të lutem, Shelly, vetëm këtë herë. Mirë, po vetëm këtë herë ama. Isha shumë nervoze dhe më vinte turp, kështu që ula në fund. Të gjithë miqtë e mi të vjetër më përshëndetën me dashuri dhe unë ndihesha si një krimb. Kur po largohesha, i thash mikesime se nuk do të shkoja përsëri atje, derisa të isha gati t'ia dorëzoja Perëndis jetën time. Javën që vijoi fillova kurimin dhe pas disa ditëve më lejua të kisha vizitor. Si po ja kalon? Shumica e gjërave që thuhen këtu janë budallëk. Këta kanë disa sezone ku i shkatrojnë njerëzit dhe më pas i ndërtojnë përsëri. Mos u dorëzo, Shelly. Mua më thanë të godisja shtratin për të nxjerrë natin që kam për brenda. I thash jo. Nuk e kam problem të shpreh zemërimin tim. Disa nga ata të kishës erdhën dhe më pyetën për ty. Po, një nga mikeshat e mia erdhi dhe më solli disa broshura. Jeff pranoi Jezusin. Jeff? Jo. Po e bën vetëm për interes. Duket se ka me të vërtet, Shelly. Ai nuk merr më drogë. Pas disa javësh i kërkova nënës të më merrte në shtëpi, duke i premtuar se do të shkoja në takimet periodike kundër alkoolit. Nuk piva më, por isha shumë e depresuar, pija ilaçe dhe flija shumë. Mendoja se duke mos pirë, jeta ime do ndryshonte, por ndjeja dhimbje në shpirt dhe vazhdoja të dëshiroja alkoolin dhe ta urreja jetën. Perëndia vazhdonte të dërgonte njerëz tek unë që të më thonin se ai ishte i vetmi që mund të ndryshonte jetën time. Ishte e sigurt se Perëndia i kishte ndryshuar vllain tim, e megjithatë ne i shmangeshim njëri tjetrit, derisa një ditë ai erdhi tek unë dhe ul në gjunjë. Më vjen kaq keq, Shelly. Të lutem më fal për të gjitha gjërat që të kam bërë. Nuk doja të të lëndoja. Më fal për të gjitha gjërat e tmerrshme që të kam thënë. Gjithmonë ndihesha keq më pas, por nuk dija se si t'i ndryshoja gjërat. Të lutem, më fal. Të lutem, lejoje Jezusin të të ndryshojë edhe ty. Duke shumë i sinqert, por unë nuk reagova. E shija të jepte shembullin e tij të shkëlqyer dhe shpesh dëgjoja tek lutej në dhomën pranë dhe tallesha me të kur flisja me të dashurin tim. Por në fshehtësi, uroja të kisha guximin të veproja si ai. Kishte një muaj që ishte shpëtuar kur më ftoi në kish dhe unë shkova të shija pse ai kishte ndryshuar kaq shumë. Gjatë këndimit vllai ime adhuronte Perëndin me shumë gëzim. Dhe më pas, predikimi trazoi zemrën time. A jeni si djali plankprishës? A keni shkuar në një vend të largët, shumë larg Perëndis? A keni ngrënë bashkë me derat kur Perëndia ka një banket dhe po ju pret? E janë në vete, e gjithë kjo quhet pendes. Ndoshta nuk ndjeni të denjë të vini tek Perëndia, për shkak të gjërave që keni bërë dhe thënë. Dhe keni të drejtë. Edhe djali plankprishës e dinte këtë, ndaj dhe tha: "Atë kam mëkatuar kundër teje dhe qiellit, dhe nuk jam më i denjë të quhem biri yt." Por ka një lajm të mirë. Jezusi na bëri të denjë në kryq. Gjaku i tij pagoi çmimin ton. Ringjallja e tij është ringjallja nga mëkati dhe vdekja, kur ne besojmë në të. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e tij që të dënojë botën, por që bota të shpëtohet nëpërmjet tij. Ndërsa dëgjoja, një luftë po zhvilloi në shpirtin tim. Ishte vërtet se kisha nevojë për Perëndin dhe e dëshiroja, por kisha frikë. Kisha frikë se mos humbisja miqtë e mi. Kur takimi mbaroi, njerëzit shkuan në podium të luteshin, duke përfshirë edhe vëllain tim. Qëndrova aty duke luftuar me bindjet e mia, kur vllai im u kthye me lot në sy. Ai ra në gjunjë dhe mori dorën time. Shelly, Jezusi do të ndryshojë jetën tënde. Lejoje atë. Por unë nuk di se ç'të them. Eja, qunjëzohu me mua dhe ai do të jap fjalët që të thuash. Oh, Perëndi, të lutem, më fal.
O Perëndi, jam ka që lodhur se jetuari kështu. Më ndihmo, o Zot, të lutem. Më shpëto, Perëndi. Më vjen kaq keq që jam rebeluar kundër të vërtetës tënde. Ta dorëzoj jetën time ty, o Perëndi. Amen. Faleminderit Perëndi. Faleminderit Jezus. Pasi ne u lutëm, ndërsa njerëzit largoheshin, armiku i shpirtit tim filloi të më përshpërisë në vesh, dyshim dhe konfuzion. Shkova në shtëpi atë natë pak e asaruar, sepse betejë për shpirtin tim kishte filluar e fortë. Takimet ishin çdo natë, por nuk shkova mbrëmjen tjetër. Alo? Brendi, nuk do ta besosh kurrë çfarë kam bërë. Me që të njohësh Elli, them se gjithçka është e mundshme me ty. Shkova në kishë me xhef dhe dola para gjithë kishës. Jam shpëtuar, Brendi. Po bën shaka me mua? Jo, i kërkova Jezusit të më shpëtonte dhe mund ta ndjeja prezencën e Zotit. Kjo është mrekullisht, Elli. Jam shumë e lumtur për ty. Dua paqen që vllai im ka gjetur dhe jeta ime të ndryshojë, por nuk jam e sigurt nëse mund ta paguaj çmimin. Çfarë kërkon të thuash? Nuk e di nëse do të mund ta lë duhanin. Ai më çliron nga stresi, por nga ana tjetër e di se duhani më bën keq. Dhe e di se do të humbas shumicën e miqve të mi. Ata nuk e ndjekin Jezusin. Duhet zgjedhësh tani, Shelli. Po, e di. Dëgjoj, Shelli. Nëse të tjerët t'ia dalin ban, mund t'ia dalësh dhe ti. Djalli do të thotë çdo gënjeshtër që të largoj plotësisht nga Perëndia. Megjithatë, ti mund t'ia dalësh mban. Pasi mbaruam së foluri, unë gjynjëzova pranë shtratit tim. Në frym isha përpara kryqit dhe kuptova se Jezusi kishte vdekur edhe për mua. Zemra ime ishte thyer. Si është e mundur që Perëndia të donte një person si unë kaq shumë, sa të lejonte që biri i tij të vdiste për mua? Në atë moment ndiva liri, çlirim, paqe dhe kaq shumë dashuri dhe se e dija se i përkisja atij. Unë ngrita e shpenguar dhe mezi prisja t'i tregoja gjithë botës. Ja pse po e tregoj historinë time. Nuk ishte e vështirë të ndiqje Perëndin, të dorëzoje mënyrën e vjetër për të marrë një mënyrë të re. Kjo ishte 4 vite më parë. Sot, unë mësoj fëmijëve në kishë se Jezusi është rruga, e vërteta dhe jeta. Ato të doje të kishe një fillim të ri, të ishe i pastër përpara Perëndisë dhe me ndihmën e tij të qëndroje në rrugë të drejtë? Atëherë do të ftoja të luteshe së bashku me mua. O Zot, rrëfej sot përpara teje si jam mëkatar, e nuk mund ta ndryshoj dot apo ta shpëtoj veten time. Kam kaq shumë nevojë për Jezusin. Kam nevojë për faljen që ai siguron në kryq. Në emrin e tij unë lutem. Amen. Biblia thot, të gjithë atyre që besuan tek ai, ai u dha fuqinë të bëhen bijtë e Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij. Nëse u lutët sinqerisht tani jeni biri i Perëndisë. Ne mirpresim të na shkruani në Radio 7 Kutia Postare 2914 Tiranë ose me email në info@radiovistat.net. Ne i prodhojmë këto dëshmi të vërteta njerëzore për t'i inkurajuar të tjerët që t'i japin lavdi Perëndisë në jetën e tyre. Ndaj miq, letra dhe email-et tuaja janë vërtet shumë të rëndësishme për ne. Ndoqët programi numër 15, pjesa e 2 e historisë së vërtetë të Shelli dhe Moss. Të lirë nga prangat u prodhua nga Pacific Garden Mission dhe u soll në gjuhën shqipe nga Radio 7, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet.